i falsifikuar që në gjenez. Vetë SPAK ka zbuluar se Entela Çano dhe një nga varësit e Erioni Sajt, Angel Dine, falsifikuan firmën e kreut të Komisionit të marrjes në dorëzim të projektit Muharrem Tartari. Ky i fundit nuk ka qenë fare i pranishëm në mbledhjen e komisionit, ndërsa në emër të tij ka firmosur Angel Dine, ndaj të cilit SPAK ka ngritur akuzën e falsifikimit të dokumenteve kryer në bashkëpunim, ndërsa e njëjta akuzë çuditërisht ende nuk është ngritur ndaj Entela Çanos. Nga aktet e administruara rezulton se antarët e Komisionit të marrjes në dorëzim të projekt zbatimit të projektit, shtetasit Erion Cenko dhe Angel Dine, në bashkëpunim me shtetasen Entela Çano, kanë falsifikuar procesverbalin e marrjes në dorëzim të projektit me objekt ndërtimi rrugës Korçerstek, loti 2, datë 1/6/2020, duke përshkruar rrethana të rreme në përmbajtje për personat pjesëmarrës në këtë veprim, duke paraqitur si të pranishëm edhe kryetarin e Komisionit të marrjes në dorëzim të projekt zbatimit, shtetasin Muharrem Tartari, por që në të vërtetë rezulton se nuk ka marrë pjesë shtetasi Muharrem Tartari, siç provohet nga deklarimi i tij dhe nga akti i ekspertimit grafik të shkrimit dhe në shkrimin në këtë procesverbal në emër të tij, që rezulton të jetë